Në një seancë maraton që zgjati thuajse 16 orë, Kuvendi miratoi në parim projekt buxhetin e 2026-s me vlerë 8.8 miliardë euro, si edhe 8 projekt ligjet e paketës fiskale. Seanca maraton zgjati deri në orën 3 të mëngjesit. Buxheti mori vetëm 83 vota pro të socialistëve, ndërsa siç pritej opozita votoi kundër. Prezent në momentin e votimit ishin 112 deputet, 32 deputet të opozitës u shprehen kundër. Ekrani votimit në Kuvend tregoi se 2 deputetët socialistë, Erion Braçi dhe Vullnetësinej, nuk votuan 3 projekt ligjet paketës fiskale. Deputetët shkodran të opozitës hollën akuzat të forta ndaj qeverisë për një buxhet që diskriminon Shkodrën dhe Veriun. Dua të ndalen të një çështje që më prek sipërfaqësuesi qarkut Shkodrës. Përjashtimi i vazhdueshëm i Veriut nga prioritetet e qeverisë. Në 4 qarqet veriore, Shkodër, Kukës, Lezhë dhe Dibër, që përbën 1/6 e popullsisë së vendit dhe 28% e territorit, investimet për vitin 2026 janë më të ultat. Sipas buxhetit të paraqitur, investimet publike për këto 4 qarqe, si projekte infrastrukturore, ndërtim shkollash, rekonstruksion spitalesh, qendra shëndetësore, rrugë, kanale, ujitse e tjerë, janë vetëm 95 milion euro, madje 3.5 milion euro më pak se në 2025. Në total, investimet publike të vendit janë 1.67 miliard euro, nga këto Veriu merr vetëm 5.7%. Në 2025 kishte 6.5%. Pra edhe ajo pak peshë që kishte Veriu, po i ulet akoma më tej. Ndërkohë edhe gati gjysma e këtyre shifrave që përmenda, po thuj 20 milion euro, shkojnë vetëm në 2026 për projektin PPP të rrugës Arbrit. Një kontratë e mbi ngarkuar dhe pa transparencë tek një rrugë që nuk përfundon kurrë. Si mund të flasim për zhvillim të balancuar kur Veriu i vendit lëngon në mungesë investime, shkolla, spitale, qendra shëndetësore, rrugë, kanale vadice, bujqësi e infrastrukturë. Si mund të flasim për barazi kur buxheti nuk shpërndahet sipas nevojës, por sipas interesit politik dhe aferave korruptive të rrallës. Veriu nuk kërkon mosh, Veriu kërkon drejtësi, Veriu kërkon pjesën që i takon nga taksat që paguan. Qeveria ka sjell një buxhet për Shkodrën me disa zëra, por me më pak fonde reale. Po e them me fakte nga dokumenti zyrtar. Në listën e projekteve, Shkodra shfaqet me rreshta, por kur shef vlerët e vitit 2026 janë kryesisht projekte djetra, të nisura vite më parë, janë copsa investimesh dhe jo vizion, janë studime, projektimi dhe jo ndërtim real. Dhe për shumicën e tyre fondeve janë qesharake për një qark që gati është më shumë se 200.000 banor. Edhe ish kryeparlamentarja Jozefina Topalli adresoi kritikat forta ku përmes një reagimi në rrjetin social shkruan: Shkodra nuk ka port megjithse ka det, nuk ka aeroport megjithse shumë kohë më parë kishte Gjatrin dhe Shtojin, nuk ka rrugë nacionale, në ver duhen 4 orë nga Tirana, buxheti asnjë investim. Pushteti aktual ka menduar një projekt kombëtar që Shkodra e ka gati për herë të parë, plehurat e gjysmës së Shqipërisë. Ky është modeli i zhvillimit modern. Nuk investojmë, nuk ndërtojmë, nuk krijojmë punësim, por sigurohemi që qyteti të jetë kryeqyteti Kazanit kombëtar. Ironikisht, Shkodra nuk është vetëm qytet, është edhe laboratori i durimit dhe dinjitetit. Për çmim kaq të madh nuk mund ta imagjinoja, por kujdes, edhe durimi ka kufi, përfundon Topalli. Buxheti prej 8.8 miliardë euro synon të financojë shërbimet shëndetësore, pagat, skemat e mbështetjes për familjet në nevojë, pensionet, arsimin, punësimin, bujqësinë, infrastrukturën rrugore, sistemin e drejtësisë dhe fondet për sigurinë në kuadër të detyrimeve të Shqipërisë ndaj NATO-s.